Biblioteka Sipër, e cila mjafton për një qift që është këtu të në kohën. Ndërsa pjesë tjera janë dhoma të pambaruna, të cilat e kanë banjot e veta dhe mundën me u përdorë edhe prej jashtë, direkt pa u futur brenda. Me siguri do të ma bëni pyetjen pak për shtëpia, është pak e brutale, se ne kemi materialet janë të natyrshme, nuk i kemi mbulu. Thot pjesa e strukturës e kemi lënë të ashtu si që kanë lënë mjeshtit e parë në ndërtimin e vrashtë. Ndërsa pastaj pjesë tjera jemi mundu me kontrastu, do thot janë dyrt, janë shumë të lëmuta, po pjesë tjera janë relativisht kështu. Kjo është një karrik që unë e kam dizajnu. Ndërsa kjo kënej është një replik që shifet këtu, po është e përzgjedhën, është e këti Pierre Jeanneret, i cili ka qenë bashkëpunëtori i Corbusiers nga India. Këtu e shiqojmë lindjen, këtu është lindja në mëngjes. Këtu ka është me gjelbrim për rreth me lisa, nuk ka naj vist të hapën shumë, duhet me ngrit pak sipër. E nga këtu është vendi pak ku kemi pak hapje. Vazhdojmë këtej. Kjo është dhoma e fëmijëve, që nuk është e rregulluar ende 100%, këtu janë 3 shtretër për fëmijë, që munden me qëndru bashkë, po kanë privacitet se cili pak. E këta e kanë një banjo të tyre këtu. E pastaj këtu munden me shiqu poshtë në këto dritaret e mëdha, edhe goglat. Që shikonim. Ose ka lartësi të ndryshme që për gjitha masit. Dhoma e vetme që do t'ju tregoj realisht, ato tjerat janë pak të banume, kështu që... Po edhe kjo është e banume, është dhoma e vetme sipe. Do me thonë të gjitha dritaret vetëm të vogla, hapen, këto tjerat janë, po janë të vendosuna në diagonale zakonisht për me mujt me boni ose tërthore. Po dritaret e mëdha si kjo për shembull janë vetëm për dritë dhe për peizazh. Ku shifet rana hedhën anaj, mali sipër. Që këtu? Po. Kur dalim jashtë e shohim edhe kalane e leshës. Sa bukur, dhe pjesa jashtë sa bukur është realizuar. Çfarë kënaqësie estetike dhe çfarë qetësie të jep kjo shtëpi. Duke sikur e kuqja e ngacmon njeriu, por fakt kjo e kuqja e qetëson. Qetëson, po. Po shiqja këtu më kanë pyet shumë për punën e ngjyrës. Ngjyra është bë pak rastësisht, po në anën tjetër unë kam kërkuar me përdor një material që funksionon mirë me të gjelbërtën. Ne e dim që kuqja është komplementare me të gjelbërtën, është vetmja e cila krijon ekuilibër e jo ngacmim, sikur se kishte qenë me ngjyra tjera ose e bardhë, kishte qenë shumë e fortë. Mandej edhe në rëndësi, kjo ngjyrë zbut diku rreth 30, 40, ndoshta deri në 50% dritën. Dritën e zbut, kjo lloj. Thot me pas qenë e bardhë kishte qenë diku 3 fish më e ndritshme, e fortë. Prandaj kështu e jep një atmosferë më Nuk e kisha përdorur këtë material në veri të Evropës, për shembull. Këtë dua të di, për shembull, kjo i përshtatet këtij vendi, në veri të... Në vend ku ka shumë diell. Në det këto përdornit. Në det duhet patjetër ngjyra kështu pak më të mbyllta. Të mbyllura. Se unë shikoj shumë në... Jashtë mundesh me përdor për reflektim, do thotë, sikur në këto ishujt grek ngjyra e bardhë që zbut nxehtësinë e diellit, ndërsa mrena është verbuse nëse është. Brenda jo e bardhë, e errët, do thënë në det. Por shikoj shumë ngjyrat e errta tani në jug të Shqipërisë, në Vlorë, për shembull shikoj shtëpi të errta, të zeza, përse e bëjnë këtë gjë? Po atë them, nëse ka dritare të mëdha, duhet me ekuilibru, se përndryshe nuk mundesh me fjetë mrena, duhet të nkolmi, e ke vrejt, shumica njerëzve i mbajnë perdet e mbyllura, ne s'kemi perdet këto. Po, fare. Se nuk ka nevojë, edhe për shembull, edhe arkitektura është bërë në një mënyrë që shtrati është në një zonë të nuk i bie dielli direkt. Po mundesh me fjetë pa mbyll asgjë. Pra kjo është në funksion të njeriut, jo të fotografit, kjo është? Jo, është bërë me idenë me u fotografu. Tjetër gjë që ndodhi pastaj. Po, ndodhi pak, po ashtu. Po është mirë se pak e jep një vizion të ri pak për një arkitekturë që është edhe për, si themi, kjo nuk është shtëpi e shtrenjtë, nuk është shtëpi e oligarkut, është shtëpi nëse mundem me quajtur shtëpi e popullit, kupton, është
A kjo është shtëpi e popullit, jo oligarkut. Po në kuptimin që kjo nuk është më e shtrejtë se shtëpi tjera për rreth. Mund të pyes për këtë gjë? Ka problem të pyes, domethënë, këtu ka kushtuar puna juaj, studios, apo dhe materialet kushtonin. Kush ka kushtuar? Shtëpia nuk është e shtrejtë, është diku 20% është më e lirë se një shtëpi e tregut. E kësaj masie. Po, se është e thjeshtë edhe nuk ka shpenzime të kota, nuk ka mbështjellje, nuk ka dekorime. Thotë këtu vetë arkitektura është dekor. Sa bukur është menduar, në çdo moment kopshti futet brenda, sera. Tash këto krijojnë dritaret e vogla krijojnë të njëjtën kohë privacitet nga kjo anë, po edhe lajnë mundësi me pa vizione të shkurtë. Shiko sa mrekullie, duket sikur shikon çdo dritare ka një histori. Ja, më vjen pak fabi këtu, nxjerr kokën te kjo dritarja dhe shikon ata të dy që po punojnë tani. Shi sa bukur është. Ua, ju e keni sjell ishullin e Lezhës brenda në shtëpi. Jo vetëm që se keni nxjerr këtë shtëpi nga ishulli. Unë ju thash më herët, do të unë konceptoj arkitekturën si të pandashme nga vendi. Do të një arkitektura duhet me qenë një lloj kristalizimi i vendit. Edhe në mënyrës jetesës njerëzve, po normal edhe deri dikon i këtij si të në shpirtit arkitektit në një mënyrë. Unë nuk mundem me bënë gjëra të cilat mu nuk më pëlqejnë, me të cilat unë nuk identifikohem me dhënë. Ju do jetonit në një shtëpi të tillë? Po, pa problem. Kur vini për pushim këtu? Po, unë vi shpesh, po. Shtëpia është bërë me idenë me qenë e këndshme. Sot me ofru një komfort, thjeshtësi, po të afrim ndaj natyrës, do të në çdo momenti me qenë me shiju manifestimet e natyrës. Shiko çfarë pamje, shiko pak andej, shiko tek pishina, qeni i shtëpisë. Edhe ai e pëlqeu shtëpinë kaq shumë sa erdhi këtu, afroa vet. Si që historia e tij? Po qeni ka 3 vite, pothuajse që ka ardhur vet, ka qenë qeni i abandonuar me siguri edhe nuk është largu kurrë. Edhe ne vendosëm me majtë, që është shumë i butë. Edhe është bë pjesë, ka gjatë ndërtimit, pa u përfundu shtëpia. Po pra, edhe nuk ka ardhur shtëpia vjetër, për ka ardhur këtu edhe nuk ka lëviz kurrë. I ka vënë. Kështu që vendosëm them Kush e di sa të tjerë tani duke e parë shtëpinë do pyesin që a shitet, po përqia juaj do jetë kjo jo, po bëjmë të tjera. Po, ashtu, po. Ju punoni në Shqipëri? Kam filluar me punu. Keni filluar? Kam ca projekte. Ku, kryesisht? Në Tiranë për momentin, po janë në projekt. Shpresoj që do të realizohen të shumë. Shtëpi populli apo oligarkësh? Jo, janë ndërtesa më të mëdha. Se kjo është e bukur, në fakt më ka qelluar të nuk e kuptoj arkitekturën, por kuptoj kënaqësinë që marr për një godinë edhe rahatin që ajo më sjell. Dhe kjo më mërzit së fundmi që shikoj godinat bukura të rëndësishme, emrat njohur, por shikoj që ende në fshat, atje ku duhet të kishte mbajtur shtëpi të tilla, vazhdojnë me ato shtëpi 3 katëshe, që 2 kate do i kenë 2 djemë që zvinkur janë dhe maçoku vogël. Do të thënë janë diçka nuk po funksionon. Që tek ne nuk ka ndodhur kalimin nga arkitektura tradicionale në arkitekturën bashkohore. Nuk ka ndodhur ky kalim, do të kemi një lloj përzierjesh. Kjo materialet e reja kanë sjell teknika të reja të cilat neve nuk i menaxhojmë ende si duhet. Po pse? Pastaj nuk e kuptoj? Puna e arkitektit nuk respektohet si duhet. Është edhe kjo që mungon nuk kuptohet ende ideja që arkitektura bashkohore është gjuhë e shprehjes e cila jep mundësi shumë më të mëdha se arkitektura ndërtimi i thjeshtë, do të themi. Një shtëpi e thjeshtë është në shumicën e rasteve konsiderohet si strehim, ndërsa arkitektura ofron diçka më tepër. Ofron një ambient inspirues, një ambient ku mundesh me gjetë qetësi, me gjetë harmoni, po unë e them edhe e përmirëson përgjithsisht konditën humane. Edhe ky është roli i arkitekturës në një mënyrë, pa përmbajtje, arkitektura nuk ka qëllim, se nuk janë vetëm gure, tulla e beton, po ka përmbajtje, ne duhet mi dhënë përmbajtje. E nëse është në një zonë kështu fshati, mirë është me sjell në pah këtë bukurinë për rreth, gjanat cilat nuk janë. Në një shtëpi qyteti është temë tjetër,
Po edhe aty duhet të funksionu me këtë logjikë. Pastaj këtu janë komshinët, gjithandej. Parcela është e madhe, kështu që është një largësi. Kjo është shtëpia vjetër, kënaj? A shtëpia vjetër e familjes? Ajo ka qenë një shtëpi, ajo që shifet me gurë, është shtëpia vjetër, pastaj vëllezërit janë nda, njëri ka kalu në një anën tjetër, ka ndërtu tjera, është shku një lloj densifikimi i pakontrolluar, po kjo është situata. Atje është kalaja e Lezhës. Sa bukur. Këtu ke një dëshirë të mos flasësh, jo të flasësh. Nuk e di pse. Është thirrje në qetësi, do thotë. Më mbyll goja. Shumë urime. E mandej neve kjo pjesa jashtme e kemi bë me idenë që me pas përjetime të ndryshme. Ka pjesë të mbulume, ka pjesë të hapur.